Pasi Stefani u martizua, u bë një përndjekje e madhe kundër kishës që ishte në Jerusalem, dhe të gjithë përveç apostujve u shpërndan nëpër Jude dhe Samari. Njeri me emrin Saul mendoi se vdekja e Stefanit ishte e merituar dhe persekutoi kishën edhe më shumë. Megjithatë, njerëzit e shpërndar shkuan kudo duke predikuar Ungjillin. Dhe Filipi zbriti në qytetin e Samaris dhe u predikoi atyre Krishtin. Dhe turmat, me një mendje të vetme, dëgjonin me vëmendje gjërat që thoshte Filipi, duke dëgjuar dhe duke parë mrekullitë që ai bënte. Dhe kështu, frymëra të ndyra dilnin nga shumë të demonizuar dhe shumë të paralizuar dhe të çalë dhe ata shëroheshin. Dhe në atë qytet u bë gëzim i madh. Prej kohësh në atë qytet ishte një magjistar që quhej Simon. Ai bëri magji në atë qytet dhe i bënte të çuditeshin njerëzit e Samaris dhe shumë njerëz që e ndiqnin. Gjithashtu, shumë njerëz i thanë atij: "Ky është fuqia e madhe e Perëndisë." Megjithatë, pasi dëgjoi Filipin të predikonte për mbretërinë e Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, numri i njerëzve që pakëzoheshin u rri. Atëherë edhe Simon, magjistari, e besoi këtë dhe u pakëzua. Edhe duke parë veprat e fuqishme dhe shenjat që kishte bërë Filipi, Simoni mbeti i çuditur dhe rinte vazhdimisht me Filipin. Por kur apostujt në Jeruzalem dëgjuan se Samaria kishte pranuar fjalën e Perëndisë, i dërguan atyre Pietrin dhe Gjonin. Ata zbritën në Samari dhe u lutën që besimtarët që ishin pagëzuar në emër të Jezusit të merrnin frymën e shenjtë. Atëherë, kur vun duart mbi ta dhe u lutën, njerëzit morën frymën e shenjtë. Dhe Simon, magjistari, kur pasi njerëzit morën frymën e shenjtë, u ofroi para apostujve dhe u tha: "Ma jepni edhe mua këtë pushtet, që ai të cili do t'i veduar të marrë frymën e shenjtë." Por Pietri i tha: "Le të humbas paraja jote dhe ti bashkë me të, sepse ti mendove se mund të blesh me para dhuratën e Perëndisë. Ti nuk ke as pjesë as short në këtë gjë, sepse zemra jote nuk është e drejtë përpara Perëndisë. Vendohu pra për këtë ligësi që ke dhe lutju Perëndisë që po të jetë e mundur të falet mendimi i zemrës sate, sepse unë të shoh se je në vrerjen e hidhërimit dhe në prangat e paudhësisë." Dhe Simoni, duke u përgjigjur, tha: "Lutjuni Zotit për mua, që të mos më ndodhë asgjë nga ato që thatë." Pasi Pietri dhe Gjoni predikuan Ungjillin nëpër Samari, ata u kthyen në Jeruzalem.